27 janar 1919. Në një hotel luksoz në Perugia të Italisë, një plak 75 vjeçar që kishte ngritur flamurin e pavarësisë së Shqipërisë vetëm 7 vite më parë, papritur fillon të dridhet, të zverdhet dhe të mos arrit të flasë. Pak minuta më parë kishte pirë një filxhan kafe. Dëshmitarët tregojnë se ai u ngrit me vështirësi dhe kërkoi ta çonin në banjë. Aty filluan të vjellat dhe shkuma në gojë. Pak orë më vonë ai ndroi jetë. Fjalët e fundit që u dëgjuan nga babai i shtetit shqiptar ishin: "Më hëngër me të pabes." A ishte kjo një vdekje natyrale apo një helmim i planifikuar? Para se të vazhdojmë, nëse ju pëlqejnë historitë e fshehta dhe misteret e historisë shqiptare, pëlqejini videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu zbulojmë ngjarje që shpesh janë lënë në hije. Jeta e Ismail Qemalit nuk ishte vetëm histori diplomacie dhe politike. Ajo ishte edhe një histori për ndjekjesh dhe tentativash për vrasje. Tentativa e parë për eliminimin e tij ndodhi me 7 shtator 1901. Në atë kohë, Ismail Qemali ishte në konflikt të hapur me pushtetin e sultanit Osman. Ai kishte bashkëpunuar me Mithat Pashën, një nga reformatorët më të mëdhenj të perandorisë osmane. Por kur Mithat Pasha u dënua dhe më pas u vra, filloi edhe përndjekja ndaj bashkëpunëtorëve të tij. Gazeta greke Sotiria shkruante se Ismail Qemali, i shoqëruar nga 3 fëmijët e tij, u detyrua të largohej nga vendi dhe të hipte në një anije angleze. Aty ai i dorëzoi ambasadorit anglez një letër ku shkruante: "Ju lutem që të më ofroni mbrojtjen tuaj duke i dhënë kapitenit të anijes udhëzimet që të më nxjerr jashtë atdheut tim, të cilin po e braktis për arsye të patriotizmit të tepruar." Me fjalë të tjera, ai po aratisej sepse ishte shumë patriot. Por rreziku nuk përfundoi me kaq. Sipas dokumenteve të kohës, një tjetër tentativë për vrasjen e Ismail Qemalit lidhej me një emër të njohur në politikën shqiptare të asaj kohe, Gani Toptani. Ai ishte vëllai i Esad Pash Toptanit. Burimet e kohës tregojnë se Gani Toptani ishte një agent i drejtpërdrejt i sultanit dhe shpesh kryente vrasje me urdhër të tij. 2 miq të Ismail Qemalit e parlemruan një ditë. Sultani kishte dhënë urdhër që Gani Toptani ta vriste. Ironia e kësaj historie është se familjet e tyre kishin edhe lidhje farefisnore. Në një moment bisedash, miqtë e Ismail Qemalit i thanë se Ganiu kishte deklaruar se edhe pse kishte marrë urdhrin e sultanit, ai nuk do ta vriste Ismail Qemalin. Në vend të kësaj kishte thënë se do ta arratisej ose do ta vriste veten. Por asnjëra nuk ndodhi. Historia mori një kthes të çuditshme. Gani Toptani vdiq aksidentalisht duke u qelluar me armë gjatë një loje me një mik. Dhe kështu Ismail Qemali i shpëtoi edhe një herë vdekjes, por rreziku i vërtet do të vinte shumë vite më vonë. Pas shpalljes së pavarësisë në vitin 1912, betejë e Ismail Qemalit nuk kishte përfunduar. Në fakt, ajo sapo kishte filluar. Shqipëria ishte një shtet i ri dhe i brisht. Fuqitë e mëdha po diskutonin vazhdimisht për fatin e saj. Në vitin 1919, pas përfundimit të luftës së parë botërore, në Paris u organizua konferenca e paqes, ku do të vendoseshin kufijt dhe e ardhmja e shumë vendeve. Ismail Qemali donte të ishte atje. Ai ishte gati të shkonte në Paris për të mbrojtur çështjen shqiptare për para fuqive më të mëdha të botës. Madje kishte marrë edhe premtime nga liderët italian, përfshirë kryeministrin Vittorio Emanuele Orlando, që do të ndihmohej për të marrë pjesë në konferencë. Por ai nuk do të arrinte kurrë në Paris.
Vetëm 4 ditë para vdekjes së tij, Ismail Qemali shkroi një letër të fortë dhe dramatike. Në të ai shkruante: Sot është dita vendimtare e Shqipërisë. Do të ngjallemi apo do të vdesim. Unë e dua Shqipërinë në një regjim demokrat dhe federal për popullin shqiptar. Ishte një moment kritik për vendin dhe ai e dinte. Ismail Qemali ndodhej në hotelin Brufani në Perugia, duke pritur një takim me politikan italian. Aty ju organizua një konferencë me gazetarët. Djali i tij Etembeu ishte pranë tij në ato momente. Ai më vonë tregoi një dëshmi tronditse. Pak minuta para konferencës për shtyp, ata kishin pirë 2 filxhan kafe në barin e hotelit. Kur Ismail Qemali hyri në sallë për të folur me gazetarët, diçka e çuditshme ndodhi. Ai filloi të zverdhej. Zëri ju drodh. Fjalët nuk i dilnin. Ai kërkoi ta çonin në banjë. Aty filluan të vjellat dhe shkuma në gojë. Pak orë më vonë, ai vdiq. Etembeu ishte i bindur për një gjë. Babai i tij ishte helmuar. Sipas tij, dyshimet e para binin mbi kafen që kishin pirë pak minuta para konferencës. Gazeta italiane L'Unione Liberale në numrin e 27 janarit 1919 shkruante: Në orën 23:30 pushoi si jetuari në hotel Brufani miku i shquar i qytetit Ismail Qemal Bey Vlora. Por pas kësaj vdekjeje filluan të lindnin shumë pyetje. Edhe sot mbi një shekull më vonë disa pyetje nuk kanë marrë përgjigje. Për shembull, pse u organizua një konferencë për shtyp jashtë agjendës? Pse ndihma mjekësore u vonua? Pse nuk u krye autopsia? Kush ishin shqiptarët që erdhën në Perugia dhe qëndruan vetëm 5 orë? Pse djali pronarit të hotelit tha më vonë se jati e kishte peng vdekjen e tij? Dhe pyetja më e madhe, kujt i interesonte vdekja e Ismail Qemalit? Sepse në atë moment Shqipëria ishte në një fazë vendimtare. Shumë fuqi dhe shumë politikan kishin interesa për fatin e saj. Kur Ismail Qemali ngriti flamurin shqiptar në Vlorë në vitin 1912, ai tha disa fjalë që sot duken pothuajse profetike. Ai deklaroi: Të pranoj që këtë jetutje të jem unë dëshmori i parë i atdheut, dhe në një mënyrë tragjike, historia duket se e përmbushi këtë fjali. Sepse vetëm 7 vite më vonë, themeluesi i shtetit shqiptar ndroi jetë në rrethana misterioze. Dhe deri më sot, shumë historian besojnë se Ismail Qemali mund të ketë qenë viktim e një komploti. Historia e vdekjes së Ismail Qemalit mbetet një nga misteret më të mëdha të historisë shqiptare. Një vdekje e papritur, një kafe para konferencës, një trup që nuk ju bë autopsia, dhe një njeri që ishte gati të mbronte Shqipërinë në Paris. A ishte kjo thjesht një sëmundje e papritur, apo një helmim i planifikuar për të ndalur zërin më të fuqishëm të Shqipërisë në atë kohë? Kjo është një pyetje që historia ende nuk e ka mbyllur. Tani na tregoni mendimin tuaj në komente. A mendoni se Ismail Qemali u helmua, apo ishte vdekje natyrale? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.